informacionin që kanë të ndajnë me policinë. Është e domosdoshme. Në kuadër të këtyre përpjekjeve, besoj që 2 vitet e fundit kemi pas një avancim sa i përket mundësisë së gjetjes së trupave dhe vendeve ku dyshohej se ekzistojnë mbetje mortore. Për informacion tuaj, në vitin 2023 kemi pasur gjithsej 19 raste cilat i kemi trajtuar, prej tyre ka pasur 9 gjetje, 12 trupa dhe 6 pjesë kockore. Gjithashtu, edhe vitin 2024, veprimet kanë qenë të duhura në kuptim të identifikimit të mundësisë që informacionet që janë dhënë të lokalizohen dhe të vërtetohen. Gjatë punës sonë në teren, kemi arritur që gjatë vitit 2024 kemi 13 gjetje, prej tyre 5 trupa dhe 8 pjesë kockore. Kjo është ajo që tregon që sistemi prokurorial së bashku në bashkëpunim me policinë ka avancuar punën e tyre në sa i përket gjetjeve të personave të zhdukur. Po dëshirojmë këtë emision mja të kushtu trajtimit të informacioneve. Kemi një rastin e vizitave cilat policia i ka bërë gjatë këtij emisioni, po çka janë informacionet që duhet një familjar ose një person i cili ka informacion për një hapësirë të caktuar me nda me prokurorinë edhe me policinë? Tani, ajo që është me rëndësi që qytetarët ta kenë parasysh është që informacionin që kanë ta ndajnë me policinë është e domosdoshme. Hapi i parë, çdo qytetar që ka person të zhdukur, familjar, të paraqet rastin në policinë e Kosovës, në cilin do stacion. Nuk është patjetër në njësinë për hetimin e krimit të luftës në Prishtinë. Cilin do stacion? Pastaj stacionet i delegojnë çështjet në Prishtinë për shkak se është sistemi centralizuar. Hapi i dytë është... Pra, vetëm të sqarojmë për publikun. Secili person, familjar i cili ka një familjar të zhdukur, duhet më shumë me dhënë një deklaratë në polici. Një deklaratë polici që të hap një rast është shumë e rëndësishme të identifikohet hapja një rasti për një person të zhdukur. Po njerëzit mendojnë që këto raste janë të identifikuara dhe pse është më rëndësi tash më bëj sërish kjo punë? Kjo është shumë e rëndësishme për shkak se të dhënat statistikore që 20 vitet e fundit flitën kanë mos përputhje njëra me tjetrën. Varësisht për organizatës apo institucionit që i prezanton, flasin për shifra të ndryshme. Çka kemi bërë na tani, kemi arrit që të bëjmë një sistem të konsoliduar, të vërtetuar të dhënave nga institucionet zyrtare të Republikës Kosovës. Për shembull, ne kemi pas rast të zhvarrosjes, ku është bërë identifikimi përmes metodave konvencionale, ku bazë të teshave që ka pas viktima apo një shenje tjetër. Në momentin që kemi bërë verifikimin përmes ADN-s, është identifikuar që ai trup nuk i takon familjes X, po i takon familjes Y. Ose ato gjetje nuk i takojnë periudhës luftës, po i takojnë një periudhët më hershme. Të gjitha këto kanë rëndësi edhe për hetimin e krimeve të luftës në tërësi, po edhe për identifikimin e të zhdukurve dhe për ofrimin e një farë e jeshtrave tek familjarët e tyre. Tash, nëse po i dërgojmë mesazhin që secili duhet mu paraqit në stacion, çfarë informacione duhet me nda në bazë një dëshmitar ose një familjar i cili në këtë rast është viktimë? Domethënë, parim, nuk është patjetër secili familjar me shku në stacion. Mjafton një antar i familjes me shku në stacion policisë dhe me paraqit rastin e zhdukjes së një familjarit vet. Në rast se është një dëshmitar okular i cili ka pa me sy të tij zhdukjen e familjarit, ai është personi i duhur i cili duhet të shkojë në stacion policisë sepse ai ka çka tregon. Në rast se nuk ka raste të tilla, mjafton familjarët me shku në polici dhe me hap një rast të tillë. Pastaj ne i marrim ato të dhëna në Prishtinë dhe i përpunojmë në kuadër të dhënave të tjera që i kemi në sistem. Hapi i dytë, ajo që ju thash, është nëse qytetarët gjatë punës së tyre të përditshme, që kohëve të fundit të zhduken ndodher shpesh, identifikojnë raste ku gjejnë eshtra apo gjejnë varreza në një zonë të caktuar. Vetëm po e flasim për me ju tregu familjarëve. Çfarë informacione fillimisht ata duhet me përgatit kur të shkojnë me raportu rastin polici? Çfarë dhënash duhet me pas paraprakisht? Çka duhet me tregu në intervistë? Dëshmitari duhet me tregu krejt ato që e din dhe çka do që ka informacion, qoftë për emrin, mbiemrin, moshën,
veshjen, ndonjë indikacion që e identifikon viktimën dhe çdo gjë tjetër që e din në lidhje me momentin kur ata konsiderojnë që është zhdukur viktima. Nëse nuk e kanë këtë informacion, mjafton vetëm me hap rastin. Po momentin që hap rastin dhe ka informacione për ditën ose momentin e zhdukjes së viktimës, është mirë çdo informacion me nda me policinë. Ekziston një element tjetër i rëndësishëm që duhet me dhonë si mesazh për këta familjarë, është mi tregu potencialisht edhe kush mundet me qenë dëshmitar në këtë rast. Pse është me rëndësi me u tregu që kush e ka pa i fundit, kush ka qenë afër me të, mënyrë që ju pastaj me mujt me identifiku këta njerëz. Informacionet lidhur me persona të zhdukur këto 20 vitet e fundit janë dhënë shumë dhe janë mbledhur nga ana e policisë. Tani çdo informacion që jepet sa më i saktë na lehtëson neve punën që mënyrë që edhe gjatë përpunimit të atyre dhënave të puna jonë të shkojë më e lehtë dhe të identifikimit bëhet më shpejt. Prandaj personi i cili ka pa me sytë e tij është personi më i përshtatshëm për hapjen e rastit dhe dhënien e deklaratës. Në ato momente personi duhet të tregojë çdo informacion që posedon, sepse mund ndodhë që informacionet e tij të përputhen me informacione tjera që ne kemi në databazën tonë e që pastaj i përpunojmë pas deklaratës tij. Gjatë dhënies së deklaratave të tilla njerëzit mendojnë që rrethanat caktuara janë të parëndësishme. Çdo rrethanë është e rëndësishme për krimet e luftës. Çdo detaj është i rëndësishëm për krimet e luftës. Secili dëshmitar duhet të tregojë secilin detaj që e din, që mban mend ose që i kujtohet, që e ka pa me sytë e tij. Nuk dëshmitar që kanë më të ndëgjuar, kredibiliteti i tyre nuk është shumë i madh. Shumë është i rëndësishëm dëshmitarët okular, ata që me sytë e tij e kanë pa, dhe ata duhet të tregojnë çdo detaj në lidhje me atë ngjarje që e kanë pa. Pastaj ne si prokurorit dhe policia i përpunojmë ato dhëna dhe shpesh ndodh që disa detaje shumë të vogla janë shumë të rëndësishme për një rast konkret.